Po PS-ja ku është? Urdhro? Po Partia Socialiste ku është sot? Ku është sot? Shiko, edhe njerë mua më orienton ideologjia. Partia Socialiste nuk është Edi Rama. Po, me bindet plot. Ka njerës të cilët unë kam pas komunikim si një zë intelektual në Shqipëri, dhe i kam testuar, ka njerës si që ishte Dritura Golli, si që ishte Arta Dade, si që ishte ajo Meksi, si që ishte edhe Arben Mala që fletë sot. E kupton ti? Edhe shumë të tjerë, në Amik Dogle, që për fat keq sot nuk fletë. Si që ishte Recep Mejdani, president, do marrë një njeri korekt, se koha sa gjëra për balë subjektivizmit njerë, koha i riflekson, edhe sa figura. Koha i ka rifleksuar këta figura, nuk mund të, ata janë të stresuar, të shqetësuar, se që po ndodhë me formacionin e për politikë. Ne nuk mendoj gjykimin e tyre. Por zhullumet që ata kanë, do qelbet dynjaja pasi t'ikin nga pushteti. Atëre do t'a marrin vesh, do kuturboj erë. Jo në Shqipëri, po në Balkan, do marrë qëfar ka bërë ki. Qar intriganti ka është ki. Por, u ka dhën ka pakun aja 83 votave që ka marru. A i prandaj i vodhi ato, prandaj subvencionaj, prandaj 2 miliard euro. Pikërisht për këtë, sepse a i përveç se ka ardhur në pushtet me një mentalitet despoti. Dem nuk lidhë, ore 4 vjetë, për ku ka më bukur, e provove, e i ketë. Se ure kam thënë të libri që kam bërë për këtë, Tirania e Buzëqeshjes. Ai ishte i dështuar në artë. Ai ka sindromin e Hitlerit, që donte pushtet, e kërkoi tek piktura, çdo njeri nga natyra ka hetje, do pushtet. Edhe juve, edhe unë, edhe tjetër. Unë kam gjetë tek profesioni pushtetin. Ajo më jep kënaqësi. Ai e kërkoi si dha, dështoi. Pikturat e tij ai ka të dhëna grafike, dizenjatori, kështu, po jo piktori. Të vi të bëj debat dhe vetë ai me mua po të doj. Kur të doj? Ose kushdo tjetër që s'është piktor. Dhe e kërkoj në politikë. Në politikë, po na bën ata sot, kështu është manipulator. Kam parasysh, kthehemi edhe një herë te kanuni. Kanuni, ai s'ma do mendja që ta ketë lexuar mirë, sepse çdo njeri ku lexon një literaturë reflekton. Kanuni ka gjëra të mrekullueshme. Ai s'u ka lexuar, ka përshtyr vetëm titujt e kanunit Lek Dukagjinit, kodit zakonor, po ai nuk e njeh. Dhe ka rritë sot, po kryon një proç të re politike, kërkon besën e, po kjo është një karikaturë, kjo është një shëmtir. Nuk ka natyrshmëri kjo. Nuk e vërteton asgjë që këti t'i jepet besa. Ki të merr pronat. Ku të merr trashëgimin kulturore, bën ligje për biznesmenët që kapë në rrugë, që takon në rrugë, që do t'i bëj miq, do të bëj atë rolin. Pra, tek libri që u kam bërë, Edi Ramën e kam skalitur edhe nga ana psikologjike dhe që përfaqëson. Është njeri me hone, me boshllëqe të mëdha brenda, dhe do t'i plotësoj duke shkelur ligje, duke u pasuruar, duke bëj gjoja pamirësira, duke kënaqur njerëz në botë, që nuk ka lidhje fare me demokracinë, me transparencë dhe me politikën. Zoti Kulla, kemi parë këto kohë, të 60 ditë në shesh, janë shpalosur hallet e problemet e qytetarëve nga të gjitha kategoritë, por intelektualët kanë qenë çik larg. Tani, a i kanë mbajtur larg apo ata s'janë afruar? Jo, unë jam si them, jo se më kanë afruar, u kam bërë qëndrim i distancuar nga opozita, kam
Kam folur edhe për gabimet kushfituan, nëse kishin dhe ata gabime, natyrisht, po kam të çop, edhe publikisht. Shiko, mua më ka befasuar kjo situatë që po ndodh. Një nga arsyet është trysnia e pashëmbull të Edi Ramës, që ai i pengon në çdo drejtim. Një pjesë janë të inkorporuar tek Akademia e Shkencave, që ajo s'është akademi, s'është, ajo është organizatë politike, s'është akademi. Për fat të mirë, sot në demokraci, të vërteta shkencore mësohen nëpërmjet librave që botohen nëpërmjet internetit. Ka shumë mënyra sot për të marrë vesh të marrin vetëm atë që po ndodh sot me këtë filmin që thatë juve Odisea, për shembull, dua ta kap se mos ta humbas fillin e bisedës. Që unë se kam parë filmin, por ne do ta diskutojmë më vonë këtë temë. Ajo që më bën përshtypje mua është se këtu është ringjallur një xhevair i kulturës tonë shqiptare, iso polifonia labe. Dhe ajo i shkon e vetëm gjë e bukur e atij filmi sot. U kam folur me miq të mi që albanolog, me njerëz këtu jashtë, kështu mendojnë dhe ata. Ai është edhe nuk ka koherencë me Iliadën dhe me Odiseen, me poemë. Nuk ka koherencë fare. Ka krijuar ka kontekstin e ka shtrëmbëruar, e ka futur zezak atje, nuk ka asgjë me zezakët, po shkaqet ashtu, nuk ka kontekst historik ajo gjë. E tjera ishte 3 orë film. Por ka dalur iso polifonia labe. Është një gjë mrekullueshme që ka bërë bota shqiptare. Ja që ka dalur, s'ka nevojë ta thot Akademia e Shkencave këtë gjë. Ka dalur, UNESCO e ka shpallur trashëgimi kulturore këtë gjë, se dhe ajo ka ndikuar. Ka ndikuar njerëz që unë di dhe analet që ai kompozitori ka vajtur tek me këtë pikë, me ka biseduar e tjera, që është bindur që duhet dhe s'është gënjer, është gjë më e bukur aty film, ajo është. Se thot publiku, nuk e them unë, thot publiku në Amerikë dhe në kudo ku shpall, ku çfarë filmi. Një nga arsyet pra të shkojnë në jetë intelektuale është sepse ai tërëson. Ka edhe njerëz, nuk janë të gjithë të fort të qëndrojnë, e kupton? Janë njerëz që prodhojnë vlera, por edhe trëmben për arsyet sociale, për arsyet tjera, nuk guxojnë do të dalin. Por kjo është pak dramatike, kish fenomen, kish një turp. Unë kam bërë një paralelizëm. Ne kemi pasur një elit të nivelit europian, të rilindjes europiane, thot Haris Silaxhis, po të lexot atë librin e tij, Shqiptarët në analet e Washingtonit. Ai përmend rilindjen shqiptar që e shpallën pavarësinë e Shqipërisë në shirufen e qiellën e pastër, pa një përgatitje kulturore siç bën grekët e vendet e tjera. Pra ishte inteligjenca, vitaliteti, guximi i këtyre njerëzve që bën një mrekulli, shpallën, krijuan shtetin shqiptar. Sot e zëm se unë jam gabim në analizat e mia. Ka një produkt. Nuk e shohin diktaturën me si. Nuk e shohin. Nuk janë verbuar si nga ato disa benefitet që këdhe i korrupton, por ka ikur midis me popullsisë, s'ka më të rinj. Unë po hi tek mosha e tretë, nëse jam i fort kështu, por kush do na pleqëroj, kush do njerëzit po ikin, disa duan ta relativizojnë. Kjo është krimi më i madh që ka bërë ky, dhe ky është krim kombëtar. Dhe ky njeri nuk ndëshkohet nga elita shqiptare. Ky është një fatalitet historik. Nuk e dim, unë jam nga natyra njeri luftarak, shumë optimist, por kush nuk shikoj gjë në horizont,
edhe u drejtohem, nuk ka intelektualët janë mbyllur në atë kuvlinë e tyre, kanë